Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar lë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj. Ky i fundit kishte kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë kundrejt garancisë pasurore, por kërkesa nuk u pranua. Prokurori Olzdado i shpjegoi gjykatës se cilat janë veprimet e reja hetimore që ka kryer organi akuzës gjatë kësaj periudhe. Spak rendit ndër të tjera si provë të re apartamentin për të cilin sot u la në fuqi sekuestrimi nga gjykata e posaçme e apelit. As në seancën e sotme gjyqësore, kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj nuk ishte i pranishëm, por përfaqësoi vetëm nga avokatët e tij. Ndërkohë biznesmeni Elman Abule ishte i pranishëm në seancë dhe për të u la masa e sigurisë arrest shtëpie edhe pse ai kërkoi zbutjen në detyrim paraqitje. Kryebashkiaku Veliaj hetohet për dyshime mbi konsumimin e veprës penale të korrupsionit pasiv në të paktën 9 raste, ndërsa i është shtuar edhe akuza për fshihje pasurive. Ai u vënë pranë nga më datë 10 shkurt me urdhër nga gjykata e posaçme. Veliaj po mbahet në ambientet e paraburgimit të Durrësit. Në Tiranë u mbajt sot forumi i kryeprokurorëve të rajonit në betejën e përbashkët atë të luftës kundër krimit dhe korrupsionit. Në fjalën e tij kreu i Spakut Altin Dumani vuri theksin tek rëndësia e veçantë e bashkëpunimit të suksesshëm mes prokurorisë posaçme shqiptare me Eurojust. Sipas Dumanit, lufta kundër krimit të organizuar është një betejë që nuk njeh kufi gjeografik, por kërkon bashkëpunim të ngushtë rajonal dhe ndërkombëtar. Eurojust është një nyje strategjike që na ka ndihmuar të kapërcejmë pengesat frenuese të bashkëpunimit ndërkombëtar. Për Spakun bashkëpunimi ka dhënë rezultate të prekshme. Në raportin e Eurojust, SPAK është prokuroria me numrin më të lartë të çështjeve nga vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian. Aktualisht SPAK ka 23 skuadra të përbashkëta hetimore me vendet e BE-s, por edhe me vendet rajonit, si edhe një skuadër me një vend të Amerikës Latine. Sa i takon bashkëpunimit të rëndësishëm rajonal, Dumani vën në dukje 3 element kyç: skuadrat e përbashkëta hetimore dhe operacionet ndërkufitare, hetimet financiare dhe rikuperimi i aseteve, komunikimi i sigurt, ndarja e informacioneve inteligjente në kohë reale. Ndërkohë, po në këtë tryez, prokurori i përgjithshëm Olsian Çela lajmëroi se Shqipëria do të nënshkruajë sot me malin e zi një memorandum mirëkuptimi që do të japë efekt pozitiv dypalësh në drejtim të veprimit koordinuar rajonal në çështjet e drejtësisë. Duke folur për krimet kibernetike, Çela theksoi se ato kërkojnë përgjigje efikase dhe për këtë shprehu nevojën për një koordinim më të mirë mes agjencive ligjzbatuese. Bashkimi Evropian i jep ultimatumin e prerë prokurorëve special të Spakut. Nëse doni integrim në Bashkimin Evropian, identifikoni paratë e krimit. Ambasadori i BE-s në Shqipëri Silvio Gonzato deklaroi sot nga tryeza e forumit prokurorëve të Ballkanit Perëndimor se nevojitet një bashkëpunim më i madh gjyqësor mes vendeve të rajonit. Sipas tij, në Shqipëri mbetet kyç identifikimi të ardhurave nga krimi. Ai theksoi se puna e organeve të drejtësisë ndikon drejt për së drejtit e procesi i negociatave me Bashkimin Evropian. Ai apeloi për fundin e pandëshkueshmërisë. Identifikimi të ardhurave nga krimi është thelbësor në vendin tonë, si edhe rimarrja e aseteve të tij. Kjo është porosia kryesore që na lë Bashkimi Evropian për hir të integrimit. Nga ana e tij, presidenti Eurojust konfirmoi mbështetjen për Shqipërinë në rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Forumi konsultativ i prokurorëve të përgjithshëm dhe special të Ballkanit Perëndimor ka për qëllim forcimin e bashkëpunimit ndërmjet prokurorive të rajonit për adresimin e sfidave ligjore dhe krimit të organizuar. Gjyqi për masakrën e Gërdecit vazhdon të zvarritet në Shqipëri prej kohësh tashmë. E fundi i tij as që dihet, ndërsa Fatmir Mediu mungon në çdo seancë gjyqësore dhe për Kërshillëk nxjerr fotot nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ish ministri i mbrojtjes thotë se është në mision, njëjtë si Sali Berisha, që të ankohet për drejtësinë në Shqipëri. Gjatë vizitës në Washington DC javën e kaluar, pata kënaqësinë të zhvilloja një darkë me asistent prokurorin e përgjithshëm amerikan, Aaron Reitz, me cilin diskutuan për nevojën e një drejtësie e cila nuk përdoret për qëllime politike, drejtësi që respekton kushtetutën, sigurinë juridike dhe një proces të drejtë ligjor. Zhvillova takime në Kongres me kryetarin e Komisionit për Europën Keith Self, kryetarin e Grupit për Shqipërinë Robert Adderholt, kongresmenin Pete Sessions, kryetarin e Komisionit për Politikat e Qeverisë, antarin e Komisionit të Drejtësisë, kongresmenin Lance Gooden, kongresmenin Mark Vesey. Në këto takime bëra prezant dhe informova për problemet e manipulimit të zgjedhjeve dhe farsën elektorale në Shqipëri, bashkëpunimin e qeverisë me krimin e organizuar në blerjen e votës dhe intimidimin e votuesve. Të gjitha këto vlerësime janë bërë publike nga institucionet ndërkombëtare të monitorimit të zgjedhjeve, shkruan ai. Pas arrestimit të kryebashkiakut Erion Veliaj më 10 shkurt të këtij viti përmes një skenarit projektuar në zyrat e Bablokut dhe të zbatueshëm në bashkëpunim me vegla të tij brenda Spakut dhe gjykatës posaçme, është ndërmarrë edhe lëvizja e parë zyrtare për të vendosur Bashkinë e Tiranës nën kontrollin politik dhe financiar të ministrit Blendi Goxha. Fakti është i thjeshtë dhe i verifikueshëm. Me vendim numrin 131 datë 18 dhjetor 2024, Këshilli Bashkiak i Tiranës me propozim të Erion Veliaj miratoi projektin për mbështetjen e hapjes së 70 bizneseve nga grupe dhe individ në nevojë me vlerë totale 9.8 milionë
milion euro fond që do financohej nga vetë Bashkia e Tiranës. Gara për zbatimin e projektit u shpall më 13 janar të këtij viti me afat për përfundim në fund të muajit shkurt, por pas arrestimit të Veliajt projekti u pezullua. Megjithse kompetenca për zbatim ligjërisht i kalon te kryetares në detyrë Anuela Ristani, e cila nuk lëvizi asnjë hap me urdhër të prerë nga lart. Ndërkohë, me një vendim të paprecedent, Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Goxha ka marrë zyrtarisht drejtimin e zbatimit të këtij projekti bashkiak, një ndërhyrje e paligjshme dhe antikushtetuese që shkel direkt ligjin për vetë qeverisjen vendore dhe ndarjen e pushteteve. Vendimi numër 125 datë 30 maj 2025 i Komisionit të Ndihmës Shtetërore i drejtuar nga vetë Goxha miraton zbatimin e projektit të miratuar nga Këshilli Bashkiak i Tiranës në mungesë të firmës ekzekutive të kryetarit bashkisë që duhet jetë autoriteti zbatues i vetëm ligjor. Burime nga brenda Komisionit të Ndihmës Shtetërore konfirmojnë se vendimi është shtyr nga vetë Goxha dhe i paraprin një sër ndërhyrjesh të tjera financiare në fondet e bashkisë që më parë administroheshin nga Veliaj. Qëllimi është i qartë, të kontrollohet çdo hallke bashkisë më të madhe në vend, ndërkohë që arrestimi i Veliajt ka hapur një boshllok që qeveria synon ta mbush me njerëz të bindur dhe struktura të kontrollueshme nga lart. Kjo lëvizje është vetëm fillimi i kalimit të plotë të Bashkisë së Tiranës nën kontrollin e klanit të Bablok. Nisi sot në Pallatin e Sportit Faria Hoti në Tiranë rinumërimi 2323 kutive të votimit nga zgjedhjet parlamentare të 11 majit, me vendim të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve. Procesi nisi me 94 kutitë e bashkive Peqin dhe Gramsh të qarkut të Elbasanit, vijon me Tiranën, më pas Fierin dhe në fund 360 kutitë e qarkut Durrës. Ky proces realizohet nga 24 tavolina numri me 24 grupe gjithsej që kanë 63 punonjës të administratës zgjedhore. Ky proces pritet të zgjasë afërsisht një muaj për shkak të numrit të vogël të tavolinave krahasuar me numrimin fillestar atë të 11 majit. KQZ nuk ka kërkuar buxhet shtesë pasi kosto prej 21 milion lekësh të rinj që parashikohet mbulohet nga kursimet e 11 majit. Të pranishëm në këtë proces janë vëzhgues të autorizuar nga 3 subjektet ankimuese, koalicioni PD-ASHM, PS dhe Partia Mundësia. Me hapjen e 94 kutive në bashkitë Peqin dhe Gramsh krahasohen fletët e votimit me materialet zgjedhore. Në qarkun Tiranë numërohen të gjitha votat si për partitë ashtu edhe për kandidatët, edhe në qarkun e Fierit e njëjta gjë. Në Durrës, KAS vendosi që të rinumërojë kutitë e KZAZ-ve 21 dhe 22 kërkuara nga PD dhe 60 kutitë kërkuara nga kandidati demokrat Aulon Kalaja. Pagën e kanë të ulët dhe gjatë ditës maksimumi Byrekhan, por ja që janë më të penalizuarit gjatë sezonit turistik veror. E kemi fjalën për efektivët e policisë së shtetit, të cilët do të punojnë tashmë në turne me 12 orë në zonat bregdetare. Policia e shtetit publikoi planin e masave në kuadër të sezonit turistik veror, i cili synon garantimin e rendit sigurisë publike dhe menaxhimin e fluksit turistik në të gjithë vendin, me fokus zonat bregdetare liçenore turistike. Në njoftimin zyrtar thuhet se kontrollet të shtuara do të ketë edhe në kufi, teksa bëhet me dije edhe shtimi i sporteleve e burimeve njerëzore në pikat kufitare me qëllim menaxhimin e fluksit turistik. Deri më datë 15 shtator do të kufizohet qarkullimi i mjeteve të rënda për transport mallrash në fundjavë dhe në ditët e pushimit zyrtar. Ndërkohë nga shërbimet e policisë vjen operacioni Plazh i Lirë për lirimin e hapësirave bregdetare të zaptuara në mënyrë të paligjshme. Gjithashtu policia thotë se do të ketë kontrolle për zbatimin e orarit muzikës dhe ndëshkimin e shkelësve të nivelit të zhurmës. Pasi tashmë punonjësit e policisë janë edhe të pajisur me aparatet e matjes së zhurmës. Nga ana tjetër, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ka urdhëruar ngritjen e grupeve të monitorimit të shërbimeve në terren për zbatim rigoroz të kodit të etikës nga çdo punonjës policie në komunikim dhe në veprim. Apeli i gjykatës së posaçme rrëzon sërish kërkesën e Erben Meskutit për ndryshimin e masës së sigurisë, atë të arrestit me burg. Gjykata e apelit posaçëm la sot në fuqi vendimin e shkallës së parë. Meskuti ndodhet në paraburgim për dosjen e mikrokredive ku dyshohet se ka mashtruar mijëra qytetar debitor përmes një skeme të mirë organizuar financiare. SPAK e akuzon atë dhe bashkëpunëtorët e tij për krijimin dhe drejtimin e një skeme piramidale përmes disa shoqërive financiare. Thuajse të gjitha shkallët e gjyqësorit e kanë refuzuar lirimin e bosit të mikrokredive nga qelia. Mësohet se dosja e bujshme e mikrokredive po shkon drejt zbardhjes për zbuluar skemën e mashtrimeve financiare nga më të mëdhat në historinë e demokracisë pas firmave piramidale, ku për faj të saj janë shënuar edhe viktima. Në kuadër të dosjes 5D, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dënuar 5 ish zyrtarët e Bashkisë së Tiranës. GKK dënoi me 1 vit burg Englantina Zerën, e cila për shkak të gjykimit të shkurtuar përfiton me 8 muaj heqje lirie. Në cilësinë anëtare së Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, Zera u morë pandehur në kuadër të dosjes 5D. Së bashku me Redimollën e Mariglen Qaton, 2 ish drejtorë të rëndësishëm të Bashkisë së Tiranës, edhe 4 pandehurit e tjerë të dosjes u dënuan me nga 9 muaj burg, por edhe ata përfitojnë ulje e dënimi në 6 muaj për shkak të gjykimit të shkurtuar. Bëhet fjalë për Enkelida Qytën, Bruno Koçin, Riviola Baxhën si dhe Kristo Zhulatin. Ata u shpallën fajtor për akuzën e shkeljes së barazisë në tender.
I penduari i drejtësisë Erion Alibej ka avjuar edhe ditën e sotme rrëfimet e tij në kuadër të dëshmive që jep në gjykatën e posaçme për dosjen e njohur plumbiar. Alibej çmontoi edhe ditën e sotme disa ngjarje kriminale të ndodhura në vendin ton. Sipas tij, vrasjen e Emiliano Ramazanit kishin për qëllim që t'ia faturonin Bujar Çelës, vëllait të Talo Çelës, por pasi nuk arritën që ta bënin këtë, vendosën që ta ekzekutonin Çelën. Alibej rrëfeu sot se kanë qenë çunat e fushkrujës, Enver Diva dhe Besmir Xhixha, ata që kanë sjellë një makinë tip E-klas për vrasjen, dhe se kanë qenë ata që kanë qelluar të parët, e më pas Nureddin Dumani, një tjetër i penduar i drejtësisë. Pas vrasjes, Alibej thotë se mori një mesazh nga ky fundit ku i shkroi mbaroi Bujari, ndërkohë që deklaratat e Alibejt janë kundërshtuar nga Giuliano Hoxha, duke u regjistruar dhe përplasje në sallën e gjyqit. Hoxha deklaroi se në kohën që është vrarë Çela e ka qenë në burg. Hoxha zbuloi edhe vajzën me të cilën është dëshiruar Erion Alibej. Madje i është drejtuar këtij fundit me etiketimin si dashuria e shekullit. Hoxha pretendon se Alibej merrte informacione prej saj për Emiliano Ramazanin, ndërkohë i penduari i drejtësisë Erion Alibej rrëfeu sot detaje edhe për vrasjen e Klevis Kaplanit, i cili në atë kohë punonte si shoferi Nureddin Dumanit. Sipas Alibejt kanë qenë po çunat e fushkrujës, ata që e kanë gjetur të ekzekutuar në rrugë Kaplanin. Teksa Alibej po jepte sot dëshminë e tij për ngjarjet kriminale në vend, Giuliano Hoxha, nga kafazi i sigurisë ku qëndronte, e thiri në emrin e një mafiozi italian, një antar i rëndësishëm i Cosa Nostras, Tommaso Busqueta, i cili ishte personi i parë që bashkëpunoi me drejtsinë italiane për të zbardhur krimet. Hoxha akuzoi sot Alibej në sallën e gjyqit se kërkon ta fusë në armiqësi me shokut e tij. Ndërkohë në rrëfimin e tij, Alibej tregoi sot se Suel Çela donte t'i eliminonte. Ai tha se vëllania vran kur po vinte ngarkesa me 530 kg kokainë nga Ekuadori. Madje i penduari i drejtësisë bëri edhe një deklaratë fortë sot në sallën e gjyqit kur tha se Suel Çela pagoi gazetar që t'i njolloste si familje, referuar detajeve që po tregonte për masakrën e Bradasheshit. Depo me rreth gjysmë toni drog në zonën e Lombardisë në Itali i përket një rrjeti trafikantësh shqiptar. Guardia di Finanza ka çmontuar organizatën e trafikut dhe kultivimit të drogës në rajonin e Lombardisë në Itali. Hetimet për këtë kanë nisur që në vitin 2024, ku sekuestrua fillimisht rreth gjysmë toni marijuane kokainë. Gjithçka është finalizuar me një operacion të shkallës së gjerë që çoi në të paktën 12 arrestime, si edhe u zbulua depo e braktisur në zemër të zonës industriale të Villaggio Vecchios në rajonin e Brescias dhe Pescara. 12 persona u arrestuan në këtë të fundit me akuzën e shoqatës kriminale për prodhimin, trafikimin dhe posedimin e narkotikëve. Siç njoftojnë autoritetet italiane, hetimi koordinuar nga Drejtoria Antimafie e distriktit L'Aquila dhe i kryer nga njësia hetimore e karabinierëve të komandës provinciale të Pescarës dokumentoi aktivitetin e një organizate kriminale të mirë strukturuar, të përbërë kryesisht nga individ me origjinë shqiptare. Grupi kriminal shqiptar siguronte kokainë nga kanalet e Lombardisë duke transportuar atë në Abruzzo me furgon me qira. Hetimet zbuluan se si një pjesë të ardhurave transferoheshin rregullisht në Shqipëri. Të dyshuarit përdornin karta SIM të regjistruara në emër të individëve të pavetëdijshëm, aplikacione mesazhesh të koduara dhe një rrjet logjistik të kujdesshëm për të shmangur çdo gabim. Sot me arrestimet në Pescara, pamja është e qartë. Kultivimi i marijuanës në Piadena ishte vetëm një aspekt i një organizate që menaxhonte një trafik kombëtar duke transportuar ton droge midis Italisë qendrore dhe veriore dhe duke riinvestuar fitimet jashtë vendit, shkruajnë mediat italiane. Kosova mbetet në udhkryq. Sot dështoi edhe seanca 33 për konstituimin e kuvendit. Kandidatura mbetet e njëjtë. Albulena Haxhiu, Albin Kurti dhe Lëvizja Vetvendosje nuk e ndryshojnë atë, pavarësisht se nga opozita janë betuar e stërbetuar se nuk e votojnë kurrë për shkak se e cilësojnë si figurë përçarëse. Kryesuesi i seancës së sotme Avni Dehari e mbylli atë pas 2 minuta e 15 sekonda për të vazhduar edhe pas 48 orëve, siç ndodh gjithmonë. Edhe sot deputetët refuzuan që të votonin për një komision që do të mbikëqyr votimin e fshehtë për zgjedhjen e kryeautorit të kuvendit. Ata do të mblidhen sërish të njëjtën në 19 qershorit. Ndërkohë çështja e ndryshimit të mënyrës së votimit nga të hapur në të fshehtë është dërguar për interpretim në gjykatën kushtetuese nga partitë që në legjislaturën e kaluar ishin në opozitë. Sipas tyre, propozimet e Lëvizjes Vetvendosje nuk janë kushtetuese dhe kanë kërkuar nga gjykata të vendosë një masë të përkohshme për ndalimin e mbajtjes së seancave derisa kjo të trajtohet me prioritet dhe të merret një vendim. Ndërkohë, të gjithë syt janë nga gjykata kushtetuese pasi është e vetmja që mund t'i jap zgjidhje kësaj situate. Pa u konstituar kuvendi, nuk mund t'i hapet rruga formimit të qeverisë së re.
Nga Ministria jone jashtme vjen lajmi i mirë se 5 shqiptarët që ishin bllokuar nga sulmet iraniane janë larguar të sigurt nga Izraeli. Siç bëri sot me dije Ministri i Jashtëm Igli Hasani, 5 qytetarë shqiptar që ndodheshin në Izrael për arsye turistike e profesionale u larguan sot në mënyrë të sigurt përmes Egjiptit. Ata ndodhen tashmë në Egjipt në gjendje të mirë shëndetësore dhe pritet të kthehen së shpejti në Shqipëri. Hasani thotë se mundësimi i kthimit të tyre u bë mundur nëpërmjet ambasadave në Tel Aviv dhe Kairo. Ndërkohë, në një intervistë për Euronews Albania, ditën sot me ambasadoria e Izraelit në Tiranë ka dhënë alarmin se Shqipëria mund të jetë në shënjes tërë të Iranit. Ajo thekson se kërcënimi që vjen nga Irani nuk është vetëm ndaj Izraelit, por përbën rrezik për gjithë botën, përfshirë edhe Shqipërinë. Si shembull, ajo përmend sulmin kibernetik të disa viteve më parë dhe paralajmëron se çdo shtet mund të vihet në kërcënim përmes formave të ndryshme nga Irani. 5 ditë luftë mes Iranit dhe Izraelit. Garda iraniane pretendon se ka goditur qendrën e Mossadit. Gjatë natës, mediat iraniane raportojnë për shpërthime ajrore në Teheran. Në përgjigje të sulmeve izraelite, Irani nisi 2 valë raketash, duke aktivizuar alarmin për sulme ajrore në pjesë të Izraelit qendrore verior në orët e para të mëngjesit. Sulmet e natës së 5 duket se ishin më të buta krahasimisht me të parat. Gjatë ditës së sotme, ushtria izraelite njoftoi se ka vrarë Ali Shadmanin, të cilin e identifikon si shefin e sapo emëruar të shtabit forcave të armatosura iraniane dhe thotë se ishte komandanti më i lartë ushtarak i Iranit. Thuhet se Shadman ishte njeriu më i afërt i liderit suprem të Iranit Ali Khamenei. Mirëpo Garda Revolucionare e Iranit thotë se ka goditur drejtorinë e inteligjencës ushtarake të Izraelit dhe një qendër operative të Mossadit, agjencisë së inteligjencës në Herzliya. Sipas mediave iraniane, edhe pse ushtria izraelite është përpjekur të minimizojë situatën, raportet tregojnë se sulmet me raketa kanë synuar drejt për drejt vendet strategjike, duke përfshirë objektin logjistik Aman dhe selin e Mossad në Herzliya. Ndërkohë, komandanti ushtarak i Iranit paralajmëron se sulmet ndaj Izraelit do të intensifikohen në orët në vijim me armë të reja dhe të përparuara. Ndërkohë, duket se CIA amerikane kanë nxjerr blof Izraelin, edhe pse i gjithë perëndimi është me të, me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Irani nuk po ndërtonte armë bërthamore, thotë raporti i CIA-s. Lajmin e raportoi sot CNN, duke thënë se inteligjenca amerikane vlerëson se Irani nuk ishte duke punuar aktivisht për ndërtimin e një arme bërthamore para sulmeve izraelite ndaj objektivëve ushtarak dhe bërthamor iranian. Sipas CNN, programi bërthamor iranian do të kërkonte të paktën 3 vjet për të prodhuar dhe përdorur një armë bërthamore kundër një targeti. Mirëpo kjo bie ndesh me atë që ka pretenduar deri më tani Izraeli, në kuadër të cilit nisi edhe sulmet ndaj Iranit. Izraeli thotë se Irani po i ofroi shpejt një pikë pakthim në përpjekjet e tij për të siguruar armët bërthamore. Këtë herë samiti i G7-s u dominua nga zhvillimet e fundit në lindjen e mesme, lufta mes Iranit dhe Izraelit. Udhëheqësit e G7-s bën thirrje për një zgjidhje të krizës në lindjen e mesme dhe për këtë dolën me një deklaratë përbashkët zyrtare. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump u largua përpara kohe nga samiti i G7-s, duke paralajmëruar se mund të arrijë një marrëveshje të shpejtë me Iranin për t'i dhënë fund konfliktit. Trump u ka lënë porosi të vetëve të takohen me zyrtar iranian sa më shpejt jetë mundur, ndërsa i ka paralajmëruar iranianët që të evakuohen nga Teherani. Pasi u largua nga samiti i G7-s, presidenti amerikan kritikoi ashpër homologun francez Emmanuel Macron, duke thënë se ai e kishte akuzuar se po kthehej në shtëpinë e bardhë për të punuar për një armë pushim. Presidenti francez Emmanuel Macron, i cili kërkonte publicitet, gabimisht tha se unë u largova nga samiti i G7-s në Kanada për të kthyer në Washington për të punuar për një armë pushimi midis Izraelit dhe Iranit, shkroi Trump në Truth Social. Gabim, ai nuk e ka iden pse jam tani duke shkuar në Washington, por sigurisht që nuk ka të bëjë fare me një armë pushim, për diçka shumë më të madhe se kaq. Qoftë me qëllim apo jo, Emanueli gjithmonë gabon. Qëndrojmë në kontakt, përfundoi Trump reagimin e tij. Ndërkohë, disa orë më vonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me urdhër të Donald Trump, lëshuan ultimatumin e fundit për Iranin, dorëzohuni ose vdisni. Kuadër të këtij ultimatumi, Trump kërkoi fundin e menjëhershëm të luftës Izrael-Iran. Ai theksoi se nuk po kërkon asnjë lloj armë pushimit përkohshëm, por vetëm fundin përfundimtar të kësaj lufte.